Shiko, nga pikpamja procedurale, prokuroria e posaçme ka vendosur të ndërhyjë në një konflikt të madh, në një, po themi, në një përplasje të fortë e cila rezultoi dhe sociale përveç se politike dhe juridike. Dhe ka vendosur të ndërhyjë për të vënë pikat mbi i në mënyrën se si është marrë prona, mënyrën se si është përfituar kjo pronë, a kemi paligjshmëri të cilat shkojnë deri në çështje penale. Kjo është pjesa e parë e ndërhyrjes që ka bërë prokuroria e posaçme për sa i përket çështjes Zvërneci. Pjesa më interesante e prokurorisë së posaçme për sa i përket jo është çështja e Zvërneci, por në përgjithësi goditjes fundit që prokuroria e posaçme bëri, ku nxori masa sigurimi për një grup biznesmenësh të fuqishëm në fushën e ndërtimit, nxori në pa diçka tjetër. Nxori në pa faktin që tek dosja e Zvërnecit, përveç se mënyrës përfitimit pronave, është marrë në mënyrë korruptive, është marrë në mënyrë të drejtë apo të padrejtë, është marrë me dokumenta falso, nxori në pa dhe një element tjetër. Disa personazhe të cilët mund të përfitojnë të ardhura nëpërmjet zhvillimit të pronës së tyre, në thonjza, sepse nuk e dim sot më është e tyre apo jo, kanë vendosur të bëjnë pastrim parash. Dhe dosja e fundit tregoi një situatë më alarmante se ç'ishte më parë. Kur flas dosja e fundit, kam parasysh dosjen ku po e quajmë dosja Aruba, me takimet e fundit që kanë bërë krimi organizuar, biznesi dhe politika në Shqipëri. Pra, ke Zvërneci kemi dy elementë. Kemi elementin e parë si është përfituar prona në mënyrë të rregullt apo në mënyrë të paligjshme, kemi dhe elementin tjetër që shumë personazhe aty mund të kenë shfrytzuar këtë pjesë për të kryer dhe atë që quhet pastrimi i parave që vijnë nga trafiku i lëndëve narkotike. Të dy këto element janë shumë të rëndësishëm për t'i dhënë një përgjigje publikut, a kemi të bëjmë me një pronë të lishme e cila duhet zhvilluar, dhe b, në rast se kemi të bëjmë me personazhe të cilët thjesht po bëjmë biznes apo thjesht po pastrojnë para. Në këtë frym, edhe fakti i dosjes fundit e çoi në një nivel më të lartë krimin e organizuar në Shqipëri. Deri dje ne flisnim që mund të ketë takime, mund të ketë organizime, mund të ketë telefonata, mund të ketë skaje encrochat. Dje, domethënë kur them dje, me këtë goditjen e fundit prokurorisë së posaçme arritëm të kuptojmë që krimi i organizuar qenë ka shumë më lart se që mendonim ne. Bëka dhe samite, bëka dhe takime, i vendosen dhe emra për vendin ku takohen. Pra, në Aruba, ne pam se si krimi organizuar bashkëpunon me biznesin e lishëm apo të palishëm të Shqipërisë, me politikanë të legjitimuar apo të palegjitimuar në Shqipëri, me qëllimin e vetëm që produktet që dalin nga trafiku i narkotikëve ti pastrojnë në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo është situata më alarmante. Kjo është situatë e cila të çon pastaj edhe në këtë përplasje të forcë sociale, e cila kuptohet që nuk qenë ka vetëm për Zvërnecin. Pra pas Zvërnecit, u fshika dhe mënyra se si organizohet krimi organizuar. Pra pas Zvërnecit, në mënyrë simbolike, fshihet mënyra se si përftohen pronat në Shqipëri. Pra pas Zvërnecit, na u fshika dhe fakti se si pastrohen produktet e veprës penale, se si ti nga një trafikant i fuqishëm droge kthehesh në një latifundist dhe në fund kthehesh në një bashkëpunues në një zhvillim shumë të madh të kombit. Kjo është më e rrezikshme. Është më e rrezikshme sepse duhej bërë transparenca më para, nuk mund të bëhet transparenca me çështje penale. Çështja penale vërtet është fundi i transparencës. Çështja penale, kur ndërhyn prokuroria, do të thotë që kanë dështuar të tërë mekanizmat e tjerë, kanë dështuar mekanizmat e shtetit për të kontrolluar mënyrën se si përftohet prona, kanë dështuar mekanizmat e shtetit për të kontrolluar mënyrën se si zhvillohet një pronë dhe në fund fare ka dështuar mekanizmi i shtetit për të patur një zhvillim ekonomik të ligjshëm. Me çfarë kam parë pak a shumë në shkurtime vendimesh, në vendime të sipërfaqësore, po jo në themel të tërë dosjes, ose më saktë në ato që quhen vendimi i caktimit të masës së sigurimit, vendimi për vlerësimin e sekuestrave, dhe mbi të gjitha nuk ka nevojë të shohësh detaje, duhet kuptosh mënyrën se si funksionon. Pastaj detajet i përkasin mbrojtjes. Kur them mbrojtjes, për të parë që është djegur i njomi me të thatin, apo jo. Kurse në thelb ne flasim për një strukturë, dhe struktura, me aq sa lexon, ose edhe me aq sa media ka bërë publike, është e frikshme.
Pse është e frikshme? Sepse një trafikant droge përfiton shumë para, këto para nuk di ku t'i çojë dhe thërret në bashkëpunim një biznesmen që deri dje është i ligjshëm. Ky biznesmeni që të zhvilloi këto, të themi, aktivitete, thërret në ndihmë një politikan dhe ja na u bën një puzzle shumë i rrezikshëm. Kemi trafikant droge, biznesmen dhe politikan. Dosja e fundit, që unë pëlqen ta quajmë shkurt dosja e Aruba, është një sistem i cili është skanuar shumë mirë nga prokuroria e posaçme. Ka dy elementë shumë të rëndësishëm që janë profesional. Kemi të bëjmë me faktin penal, mënyra se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur një ngjarje, ajo narrativa e famshme, dhe deri këtu Spaku na tregoi atë që unë shpjegova. Na tregoi që biznesmen, trafikant dhe politikan bashkëpunojnë për të pastruar paratë e fituara nga droga. Deri këtu jemi okay. Këtë e ka realizuar Spaku, deri sot që flasim. Ajo që ju thoni ka lidhje me elementin autor, që çfarë kuptojmë. Ka ndodhur fakti penal, po e ka bërë vetëm me Eugeni apo e ka bërë dhe dikush tjetër, kjo është çështje e asaj që ju diskutoni e sfidës së prokurorisë posaçme. Mosdigjet i njohemi me thatin tash. Në rast se ka ndodhur ngjarja me 3-4 persona, pas Berihajt nuk mund të arrestosh dhe 4-5 të tjerë pa prova. Por deri më sot është realizuar diçka. Fakti penal është i provuar dhe fatmirësisht është i provuar jo vetëm nga Spaku, por është i provuar dhe nga prokuroria belge, nga Europoli, nga Eurojusti, nga shumë elementë të tjerë të cilët objektivisht të japin një besim. Mbetet për tu parë, a do provohet deri në fund me prova konkrete autorsia, por fakti penal tashmë është i kryer. Kjo ngjarje ka ndodhur. Kush e ka bërë? Si e ka bërë? Hajde ta diskutojmë. Kjo është sfida që lind më pas dhe të mos e ngatrojmë me sfidat që lidhen drejt për drejti me provueshmërinë e dosjeve që kanë lidhje me politikanë të ndryshëm. Është komplet tjetër gjë. Sot ne flasim, kemi një takim në Aruba të provuar nga prokuroria belge, kemi disa komunikime të provuara nga Sky Encrochat. Sfida e prokurorisë posaçme është t'i lidh faktin me autorin. Kjo është sfida e vërtet. Ama për atë që i duhet publikut, atë që i duhet jetës sociale, atë që i duhet politikës, prokuroria e posaçme e ka thënë. Në rast se politika futurin te krimi, do ndërhyjë dhe prokuroria e posaçme. Është detyrim dhe përcaktim. Në rast se politika është bërë njësh me krimin organizuar dhe prokuroria e posaçme ndërhyn për të goditur politikën se është bërë njësh me krimin organizuar, kjo nuk është futje turinsh te politika. Kjo është thjesht të ndihmoj politikën të largohet nga krimi organizuar. Për pjesë të tjera, a do shohim që është goditur këtej majtas, është goditur djathtas, është goditur me prova, është goditur pa prova, kjo është një sfidë e hapur, një sfidë që mbetet jo vetëm prokurorisë posaçme, po i mbetet tërë sistemet, i mbetet gjykatës shkallës parë të GKK-s, të krimit të organizuar dhe luftës kundër korrupsionit, i ngelet gjykatës apelit dhe në fund i mbetet gjykatës lartë. Kur të marrim një tablo të qartë, sidomos të dosjeve që janë vetëm korrupsion politik, korrupsion jo politik, po domethënë për shkak të politikës ke bërë korrupsion, dhe kur të marrim një tablo të vendimeve përfundimtare, atëherë do kuptojmë se sa e suksesshme ka qenë prokuroria e posaçme. Për sa i përket krimit organizuar, prokuroria e posaçme e përsëris për të disatën herë, e realizoi qëllimin e saj. Faktin penal na e shtroi në tavolinë, na tha zotrinj, politikan, biznesmen dhe trafikant janë bërë bashkë për të pastruar lekët që vijnë nga droga. Se si do i quajnë këto politikan, këto biznesmen dhe këta trafikant, nuk ka shumë interes publik. Interes publik është që ky bashkëpunim pas ka ekzistuar. Pastaj ai quhet Eugen, ai quhet Astrid, është tjetër problem. Është problem individual që i përket mbrojtjes së tyre personale. Fakti penal tashmë gjëja tabloja e përgjithshme është e parë. Pas spekuluar, vetëm fakti që biznesmeni dhe trafikanti kërkon ndihmën e politikës, unë kam përshtypjen që në atë takim ka qenë dikush që ka pushtet në ekzekutiv. Mund të jetë ministër,
mund të jetë dikush i lidhur fort me mazhorancën, por patjetër që është një personazh i lidhur me mazhorancën sepse në Aruba nuk thirresh për të bërë shëtitje dhe për të bërë plazh. Në Aruba thirr, kur them në Aruba, në çdo takim, në çdo summit kriminal, po themi, ta quajmë summit të këtij lloji, thirresh për të hapur rrugë zhvillimeve nëpërmjet ndërtimit të infrastrukturës ligjore, për të marrë leje të thjeshta ndërtimore, për të shkelur njërin sy kur të pastrohen parat nëpërmjet institucioneve shtetërore dhe për këtë arsye duhet kesh një ndikim në mazhorancë. Pa spekuluar prapë përsëris po e them. Rëndësia e atij politikani është që kur të vinte në Tiranë të realizonte detyrat që ishin ngarkuar në Aruba dhe logjikisht me rregull treshi i bie që të jetë një personazh që ka lidhje të drejtë për drejta me ekzekutivin. Shiko, perceptimi i jashtëm, duket sikur palët, të dyja palët janë bashkë, ne duhet veçojmë atë që quhet dashja dhe dëshira për të realizuar një veprimtari, ajo që quhet ana subjektive, po e themi, sepse duhet na vinë në ndihmë ana e jurisprudencës për të kuptuar gjithçka. Nëse i quan të dyja palët bashkë është një lloj relativizimi, dhe relativizim i frikshëm dhe shpeshherë i rrezikshëm për sa i përket përplasjeve sociale. Pse e them këtë? Në faktin e thjesht që ne dim që biznesmenët në Shqipëri që të kenë çdo punë në rregull, përpiqen të kenë mirë me tëra palët politike. Por ne duhet bëjmë një analizë dhe të vëmë në punë po themi dhe logjikën. Kush të ndihmon më shumë? Opozita që ka çelësat e kashtës apo mazhoranca që ka në dorë gjithçka? Për sa i përket rrugës që ty do të hapet për të bërë një aktivitet të ligjshëm apo të palishëm, të merituar apo të pamerituar. Në këtë prizëm, fakti që ata bashkëpunojnë apo jo me opozitën është thjesht një nuhatje që ka ndodhur në 35 vite e biznesit shqiptar. Thotë kur ta i të vinë pushtet, ta ke mirë dhe ta blej paradhënie, po themi. Rreziku më i madh i pragmatizmit është i tillë. Ti duhet shohësh kush ka çelësat e shtetit në dorë dhe ai bashkëpunon apo jo me të. Në rast se bashkëpunon dhe me opozitën ai mund të bashkëpunojnë për sa i përket asaj, po themi asaj pasojë sociale që gjithkush nuk ndjehet, atë krijohet një status quo e rrezikshme. Vetëm ky është problemi, por duhet të shohësh dhe të peshosh dëmet që të vinë. Dhe dëmet që të vinë, ty të vinë nga pushteti për momentin. Nuk të vinë nga opozita, po themi pavarësisht se sa e lidhur është ajo me biznesmen të ndryshëm, me rrugë të ligjshme apo të palishme. Po, do thuash që kur të vi ajo në pushtet do ketë një njëjtën shëmbulltyr siç e kishte në opozitë. Ky është një problem tjetër. Po sot që flasim ne kemi një rrezik më të madh. Ne kemi 14 vjet një mazhorancë e cila ka bërë çfarë të dojë, një mazhorancë e cila pse jo nëpërmjet tyre biznesmenëve që ju thoni mund edhe ta ketë bërë qëllimisht të blej dhe opozitën, që mos kemi asnjë zë kundër. Opozita ka rënë prej kësaj logjike, por kjo nuk do të thotë që relativizimi të çojë në faktin që me që janë të dyja një lloj, sigurisht që të dyja duhet largohen. Duhet largohet e keqja më e madhe. Kush firmos sot? Duke ju referuar ftohtë dhe qartë vetëm procedurës dhe kodit penal. Duke ju referuar procedurës se si rëndohet apo ndryshohet apo krijohet kushtet për një mas të re sigurimi, patjetër që unë mendoj kanë ardhur kushtet ligjore për të bërë një kërkesë të re në parlament për heqjen e imunitetit të një ish-ministreje për të cilën ti ke rënduar akuzën zyrtarisht duke hetuar, sepse nuk është vetëm njoftimi i akuzës, po dhe mënyra se dhe titullimi fakti për kë heton i cakton masigurinë e personit. Të janë ngarkuar prova të reja, të cilat të çojnë në fakte të reja penale dhe rruga e vetme është caktimi një mase të re sigurimi. Unë besoj dhe shpresoj që prokuroria e posaçme po shkon drejt kësaj rruge. Ka dhënë një njoftim ku thotë që unë po hetoj dhe për 2 vepra tjera penale që janë goxha më të rënda, korrupsionin dhe pastrimin e produkteve. Ka thënë që kam zbuluar prova të reja. Ka thënë që patjetër të gjitha këto rrethana e ndryshojnë faktin penal, atëherë krijohen dhe piqen tëra kushtet e në 228 e vijues kodit procedurës penale, ose e thënë më shqip
kushtet dhe kriteret për ekzistencën e dyshimit arsyeshëm për caktimin e një mase sigurimi dhe patjetër që kërkesa e re është më se normale që mund të bëhet nga prokuroria e posaçme në parlament. Çudia është si do reagoj parlamenti. Në rast se parlamenti reagon me të njëjtën logjik që ka reaguar në situatën e parë kur ka rrëzuar masën e parë të sigurimit, këtë rrallë e ka me detyrim e përcaktim që ta pranoj, sepse u shprehën vetë dhe thanë, nuk janë vepra penale të rënda për cilët duhet heqim imunitetin. Po sot që ty të të vjen me korrupsion, ç'do bësh? Të ra shkaku formal që kishe që si pranove heqjen e imunitetit. Prandaj unë besoj dhe shpresoj në një situatë të tillë, patjetër të pranohet kërkesa e prokurorisë posaçme. Në fundit unë kam qenë që me herën e parë që duhet pranuar kërkesën e prokurorisë posaçme, sepse imuniteti nuk është imunitet që të garanton ty përballë ushtrimit ndjekjes penale. Është një imunitet që të garanton ty aktivitetin e lirë nga sulmet politike, nga sulmet të ndryshme të cilat lidhen për shkak të qenit deputet, po jo ti të kryesh një vepër penale dhe të kesh patjetër imunitet. Dhe këtë unë e bazoj në jurisprudencën e Këshillit të Evropës, domethënë Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njerëzit, edhe jurisprudencën më të mirë italiane, franceze dhe gjermane, ku shpeshherë ata I bien shumë shkurtfare, në rast se ka çështje penale për ty vllai dashur, unë heq automatikisht imunitetin. Kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri, shohim ç'do ndodh në rast se do bëhet kërkesa e dytë.